Pensionistët e ndjejnë rritjen e çmimeve më shumë se të tjerët. Pjesa më e madhe e pensionit shkon në blerjen e ushqimeve, të cilat janë shtrenjtuar. Anketa e buxhetit të familjeve tregon se nga shpenzimet totale mujore, 41.3% shkuan për ushqime në vitin 2021, kurse për pensionistët 59% e shpenzimeve mujore. Sipas matjeve të Instat, gjatë periudhës qershor 2022-qershor 2023, treguesi zyrtar i inflacionit në vendin tonë ishte 6.9%, ndërsa inflacioni i pensionistëve 8.6%, ose 1.7% më i lartë se treguesi mesatar. Në bazë të një vendimi qeverie të vitit 2017, Instat mat inflacionin e pensionistëve për 12 grupe kryesore të shpenzimeve mujore, të cilat kanë pesha të ndryshme në raport me inflacionin mesatar që matet në rang vendi. Inflacioni i pensionistëve u sugjerua nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore pasi struktura e shpenzimeve të shportës në moshat mbi 65 vjeç është e ndryshme në raport me popullsinë e përgjithshme. Instat fillimisht dorëzoi inflacionin e pensionistëve çdo shkurt për vitin paraardhës me qëllim indeksimin e pensioneve, por me ngjarjet e fundit nga kriza e Covid-19 dhe lufta në Ukrainë, Instat ka një tregues të përmuajshëm për inflacionin e pensionistëve. Kjo praktik shërben për të indeksuar pensionet më shumë se 2 herë në vit nëse ndodhin rritje të mëdha çmimesh. Të ardhurat nga pensioni për moshën e tretë janë shumë të ulëta në vendin tonë. Të dhënat zyrtare nga skema publike e pensioneve tregojnë se pensioni mesatar në Shqipëri është 39% më i ulët se në rajon këtë vit. Nga data 1 tetor 2023, pensionet në të gjithë vendin do të rriten me 8.6%, bazuar në indeksin e shportës së pensionistëve.